Për zhvillimet e ditës sotme në SPAK do të lidhe me kolegun Eni Ferrati. Eni, të përshëndes. Paraprakisht doja të dija vendimin e gjykatës së lartë për sa i përket kërkesës së kreut të Partisë Demokratike zotit Berisha për përjashtimin e treshes gjykuese. Vendimi i gjykatës së lartë, por gjithashtu edhe një përmbledhje për sa i përket arsyeve që zoti Berisha nëpërmjet palës së mbrojtje ka bërë një kërkesë të tillë. Përshëndetje Ilir, në fakt kjo nuk është hera e parë që ish kryeministri Berisha, kryetari aktual i Partisë Demokratike dhe lideri historik i Partisë Demokratike, bën në gjykatën e lartë për të përjashtuar nga çështjet e tij pikërisht gjyqtarët Ilir Panda, Sokol Binaj dhe Sander Simoni nga kërkesat kryesisht apo rekurset që zoti Berisha ka paraqitur gjatë gjithë betejës së tij ligjore në kuadër edhe të dosjes penale të privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani, ku zoti Berisha është marrë i pandehur për korrupsion pasiv dhe në gjykatën e posaçme ndodhemi në fazën procedurale të kalimit ose jo për gjykim të dosjes, ku për të disa të herë fakt u shtyr dhe ky moment për shkak të mungesës së një avokati dhe pritet që në mos gaboj ditën e nesërme të kemi një vendimarrje nga ana e gjykatës posaçme, konkretisht gjyqtares Flojera Davidi. Kujtojmë tu që zoti Berisha ka rekursuar në gjykatën e lartë vendimin e gjyqtarit Engert Pëllumbi, gjyqtarit të apelit, i cili i rivendosi një masë sigurie zotit Berisha, atë të detyrimit të paraqitur në policinë gjyqësore, ndërkohë që më herët zoti Berisha masa e sigurisë arrest në shtëpi, ku pothuajse u mbajt prej një viti izoluar, ju revokua pikërisht nga gjyqtarja Flojera Davidi, gjyqtarja e seancës paraprake për dosjen e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani, ku tashmë, siç thash, pritet një vendimarrje, megjithse avokatët e personave të marrë pandehur kanë kërkuar pushim të saj ose në rast të kundërt kthim për plotësim të hetimeve në prokurorinë e posaçme, ndërsa SPAK nga ana tjetër kërkon kalimin për gjykime, madje e ka cilësuar edhe një proces të vonuar, po themi, në momentin procedurial të seancës paraprake, ku për shkaqe të ndryshme, kryesisht për shkaqe të personave të marrë pandehur apo avokatëve të tyre, të cilët janë bërë shkak edhe për zvarritjen e kësaj seance. Po, Eni, ndërkohë në kuadër të plumbit të artë është zhvilluar një tjetër seancë ditën e sotme, një seancë e cila ashtu siç ke raportuar edhe më herët të shoqëruar me tensione. Ka pasur një koment nga ana e Nureddin Dumanit kundrejt njërit prej avokatëve të pandehurve apo jo. Tani ta qartësojmë sepse është raportuar në forma të ndryshme. I është thënë je në listë apo je në ofertë dhe çfarë ka ndodhur më pas me avokatin i cili duket se është larguar për arsye se nuk ka pasur, le themi, reagim nga ana e trupës gjykuese kundrejt një komenti të tillë apo jo? E drejtë Ilir, në fakt duhet qartësuar ky moment. Unë personalisht e kam ndjekur këtë proces, mega proces do thoja, nga të rrallët në gjykatën e posaçme që në fillim të nisjes së këtij procesi gjyqësor dhe për ta vendosur pak në kontekst, kjo nuk është situata e parë që ndodh mes përplasjeve mes avokatëve, personave të cilët avokatët mbrojnë që janë kryesisht ish shok apo njohës të Nureddin Dumanit në këtë proces. Është madje le të themi hera e tretë që Nureddin Dumani përplaset në mënyrë direkte me një prej avokatëve pjesëmarrës në këtë proces, pasi më herët po ashtu avokatja Elda Zotaj ka patur një pretendim të tillë ku Nureddin Dumani është drejtuar me fjalët je edhe ti në listë, po ashtu edhe avokati tjetër Aldo Shkëmbi ditën e sotme në mënyrë të cituar, po themi, në seancë, Nureddin Dumani ju drejtua me fjalët je dhe ti në ofertë avokatit Ilir Dyzeni, i cili në këtë proces mbron personin e akuzuar Besian Xhixha. Në këtë moment, në fakt, avokati Dyzeni ka kërkuar reagimin qoftë të gjykatës, por edhe të prokurorit të SPAK që ndodhin në të seancë, konkretisht prokurorit Behar Dibra, dhe më pas është larguar madje dhe i prekur emocionalisht nga seanca, duke kërkuar pa reagimin e institucioneve në këtë rast. Madje avokatët kanë shkuar edhe më tej, nuk kanë pranuar që të vijojë seanca e sotme gjyqësore, duke lajmëruar edhe dhomën kombëtare të avokatisë, të cilëve i kanë kërkuar që në mbledhjen më të afërt të mbajnë një qendrim mbi këtë rast të përsëritur, ku po kërcënohen nga bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Dumani, i cili në fakt më pas me rifillimin e seancës ku u vendos ndërprerja gjatë ditës së sotme, deklaroi që ka qenë një moment shakaje që ai ka bërë me avokatët, por kjo sipas tyre të fundit është e papranueshme, pasi një dëshmitar i
prokurorisë, një bashkëpunëtor i prokurorisë minimalisht nuk mund të tallet me avokatët e jo më tej të jap deklarata kërcënuese apo intimiduese në drejtim të tyre, ndërkohë që ditën e sotme Nuridin Numani ka folur dhe për episodet kriminale kryesisht që ka folur edhe më herët, por duke dhënë edhe detaje të reja sa i takon pikërisht veprimtarisë të tij, ku për vrasjen e administratorit të një shkolle private në kryeqytet, e këtu e kam fjalën për biznesmenin Lulzim Masha, Nuridin Numani tha se Soel Çela i ka ofruar deri në 200.000 euro. Po ashtu ai foli edhe mbi marrëdhënien që ka patur me Soel Çelën, ku sipas tij me të fortin e Elbasanit, gjithashtu i kërkuar nga SPAK në kuadër të procedimit penal ku akuzohet si drejtuesi i organizatës kriminale që operonte në qytetin e Elbasanit. Nuridin Numani tha se me Soel Çelën e ka lidhur Fatmir Troplini, një mik i tij në qytetin e Durrësit, ku sipas Dumanit Soel Çela dërgonte njerëzit e tij për të blerë kokainë. Po ashtu Nuridin Numani ka rirëfyer edhe momenti kur ai u plagos dhe i shpëtoi atentatit në kthesën e Cerrikut, ku madje ditën e sotme hodhi dyshime se Soel Çela është pikërisht personi i cili dhe ka zbuluar vendodhjen e tij në qytetin e Fierit, ku ishte i plagosur, pasi ai deklaroi që ka qenë në komunikim të vazhdueshëm edhe pas atentatit që u bë me Soel Çelën, dhe ky i fundit i kishte premtuar madje që do t'i dërgonte dhe një doktor për ta mjekuar atje ku mbahej, por Dumani hodhi dyshime që ai të ketë folur me Henrik Hoxhën për të zbuluar më pas vendodhjen dhe arrestimin e tij nga policia. Po, Eni, ndërkohë gjykata e posaçme ka çelur edhe shqyrtimin gjyqësor ndaj dosjes Metamorfoza, cilat janë detajet që ke mundur të siguros në lidhje me këtë. Në fakt edhe për dosjen Metamorfoza kemi patur një zvarritje të momentit procedurial të seancës paraprake, pasi avokatët e personave të akuzuar kërkuan kryesisht që të kishte një vendimarrje pasi të shprehej gjykata kushtetuese. Kujtoj këtu që ndjes Ilir, kujtoj këtu që çështja e SKCC shkoi deri në gjykatën kushtetuese dhe ditën e sotme 5 prej personave të marrë panderu kërkuan gjykim të shkurtuar, e po ashtu edhe ndarje të çështjes, por gjykata mori kohë për të shprehur, duke caktuar një seancë tjetër, ndërkohë që SPAK ishte kundër ndarjes së çështjes dhe nga ana tjetër tha se provat që janë sjell të SKCC janë harmonizuar dhe me provat të tjera. Eni, faleminderit shumë, të uroj punë të mbar. Është krejtë e natyrshme gjatë kësaj periudhe ku virozat janë prezente të kesh edhe momente të tilla.